LSDM doli sërish para qytetarëve me një qëndrim të qartë për ndryshime dhe kthimin e pushtetit atje ku i takon në duart e qytetarëve. Ky është mesazhi i dërguar nga udhëheqja dhe anëtarësia e LSDM-s në seancën solemne, ku shënua 35 dhjetori i themelimit të partisë. Kryetari Venko Filipçe në fjalimin e tij theksoi se LSDM-ja është e guximshme në zbatimin e reformave në interes të qytetarëve, por dërgoi edhe mesazhe ndaj kundërshtarëve politik. Срамот е на нивна страна. На страна на понижувањето на работниците, студентите, пензионерите, земјоделците. Им порачувам времето на лаги, на лажен патриотизам, на сиров национализам, на штета на меѓуетничките односи и на врвните национални интереси заврши. Por përveç shënimit të përvjetorit, në opinionin publik duket se më shumë vëmendje tërhoqi shfaqja i shkreut të LSDM-s Zoran Zaev, i cili për një periudhë të gjatë nuk ka qenë prezent në publik. Zaevi mbërriti në fund të ceremonisë dhe anëtarësia e priti në oborrin e partisë. Nga VMRO-DPMN këtë e vlerësuan si konfirmim të tezave të tyre se Zaevi është ai që e udhëheq partinë e jo Filipçe. Nëse LSDM-ja dëshiron të reformohet dhe të jetë opozita kryesore në Maqedoni, duhet të distancohet nga kriminali i falur Zoran Zaev. Përndryshe, nëse vazhdojnë në të njëjtën rrugë, kjo është vërtet shumë e keqe për LSDM-n, e cila siç shohim nuk ka ndërmend të ndryshojë. Në shënimin e 35 vjetorit të LSDM-s nuk erdhi kryetari i partisë Branko Crvenkovski, ndërsa krahas Zaevit morën pjesë disa nga kryetarët e mëparshëm, Vlado Buçkovski dhe Dimitar Kovacevski.